Zonjë, sa fëmijë keni? Kam 3 fëmijë. Po? Kam 3 fëmijë. I çoj në shkollë me të paguar lekat vetë. Nuk mi jep shteti leka, se thot ke ndrysh, ke nuk je banore atje. Unë këtu jetoj, që kur kam lindur fëmijë, edhe gjithë sot këtu jetoj. Ujë nuk kam t'i laj fëmijët. Unë e mbaj në kratë të shumë të atë rasteve, se edhe blokohet edhe atje ajo qik që më vjen. Vive kazanin atje, e laj me dorë. Lavatricën e mbaj kot atje në koridor. Ju po më thoni që paguani transportin e Po, fëmijëve? Po. Po, sa lek paguani? Unë paguaj 30.000 leka për të dyja të shupat. 30.000 lek në muaj? Po. Muaj për muaj 30.000 lek, nga 15 se cilën. I paguaj. Po sa e vështirë është kjo për ju? Duke qenë se ju... Shumë e vështirë. Se unë një burrë kam që më punon, unë vetë nuk punoj, edhe burri kur gjen punë, kur s'gjen një punëtor llaçi është fundja. Shumë na vështirëson se nuk dalin me një rrogë, nuk përballohet një familje prej 6 antarësh. Kemi vjerën, edhe vjera nuk është se merr në pension të madh, 100.000 leka merr. 100.000 leka. E ka të falur nga burri, nuk e ka pension, për shembull pension si që kanë gjitha gratë, që i kanë dalë vetë. E ka... Ose si dalin për problemet e saj. E kuptoj. Po. Ju keni bërë ndonjë kërkesë tek institucionet për... Sa herë kam bërë dhe në bashki, i kam thënë që nuk e përballojmë dot rrugën, e po ti e banore këtu nuk përfiton asnjë gjë. Ju pak më parë më thatë që vitin tjetër do të çoni edhe fëmijën e vogël në Kopësht. Po, normal. Gjithashtu në Maliq. Ai do një njeri për transportin. Po prap, do të paguaj 2 veta. Do vete unë, do ta çoj djalin, po s'kam dhe kurri. Edhe do vete 2 herë, do ta paguaj 2.000 leka në ditë të rrugën. Me autobus, po me taksi do paguaj 6.000 leka në ditët. Që në total i bie që ju të paguani në muaj për të 3 fëmijët? Paguaj për të 3 fëmijët rreth 60.000 leka, se do paguaj më shumë për djalin e vogël, se unë do vete do vi, se unë do rri atje për ato 4-5 orë që është në Kopësht djalje. Do vi se duan tanë, ata janë 3 fëmijë. Duan larë, duan veshur. Do vete ta që në Kopësht, do vi, do zë taksi për tutje normale, se qëllon orari tërës që nuk ka autobus në ato orë që do i kjo. E kuptoj. Pale kur i qoj në shkollë, që është ko e keqe bërë në kokë dhe në këmbët baltë. Tu veshësh çizma, tu veshësh robe mbrojtëse dhe në xhadeja që të presin autobusin. Të dyja çupat të shumë kam vojtur. Kam 3 vjet, 4 vjet, me gjithë 3 vjet që ka bërë Kopësht çupa e vogël me të dyja. Pale më përpara që ka qenë shkolle në Kopësht çupa. Fshati nuk ka pasur shkollë? Kur, ka pasur pa i lindur fëmijë. Këto 15 vite që kam unë martesë nuk ka pasur shkollë. Ndërkohë, një problematik tjetër që e kanë thënë edhe banorët është pikërisht ura e fshatit. Ura. Ju keni dhe fëmijë. Po. Sa e vështirë është për ju? Shumë e vështirë, me gjak të ngrirë i laj rrobat, se them, o babo merr fëmia, e kthe kokën 20 euro. Mbrapa se mos më kanë erdhur. Ju shkoni të lumi për të larë rrobat? Po, shkojmë për të larë rrobat, e kthe kokën 20 euro mbrapa, kam frikë. O babo, mos merrën tash, mos ikën tani, ikën pastaj, erdhën pastaj. Me gjak të ngrirë. Sytë atje mbaj më shumë të ura se të rrobat. Ka ndodhur përpara ndonjë incident me ura? Unë gjë tani shqyr Zoti, falenderoj Zotin që mi ka rojtur, të 3. Se po mos Zoti t'ja le falënderim këtë, se ai mi ka rojtur që nuk kanë erdhur. Se unë saj që kaloj të 2 përdore të vegjëlit. E madhja s'para kalon, po këta të vegjëlit njërën e vin pas me. Kujt i bëni thirrje sot për shtetit? Se ajo ka përgjegjësi për neve. Se neve taksat ja kemi paguar. Shtetit. Vin vetëm kur kanë allet e tyre për të kërkuar vota. Keni menduar ndonjëherë të lini fshatin dhe të largoheni në qytet? Kam menduar, po nuk kam mundësi. S'ka mundësi, me një rrugë ku do vete.